Specialistët për hetimin e krimeve kanë ndaluar në zonën e Velipojës një 51 vjeçar nga fshati Pulaj, i dyshuar për përfshirje në protestën e zhvilluar në fshatin Rjoll për pengimin e punimeve të një firme ndërtimi. Sipas policisë, gjatë protestës janë goditur punonjës të një kompanie sigurie private, ku një prej tyre ka mbetur i plagosur rënd, si dhe janë dëmtuar disa makineri pune. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë arrestuar në flagrancë një 43 vjeçar nga fshati Baks, i cili u kap duke drejtuar motomjeti në gjendje të dehur. Po ashtu ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për 2 drejtues motomjetesh, një 77 vjeçar nga Shkodra dhe një 58 vjeçar nga fshati Stajk, pasi u konstatuan duke qarkulluar pa leje drejtimi. Ndërkaq policia ka evidentuar edhe 2 të mitur, 16 dhe 17 vjeç, të cilët drejtonin motomjete pa leje dhe pa targa identifikuese. Ndërkohë, në Malësinë e Madhe ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për 2 shtetas nga Kopliku i Sipërm, të akuzuar për kanosje ndaj një 38 vjeçari për motive të dobta. Të gjitha materialet procedurale për rastet në fjalë janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.